Fluksi udhëtarëve në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës ka qenë i lartë gjatë gjithë muajit korrik, si pasojë e sezonit veror dhe e kthimit të emigrantëve për pushime në Shqipëri. Sipas të dhënave të policisë kufitare, gjatë këtij muaji në këtë pikë kufitare janë regjistruar mbi 166.000 lëvizje personash dhe rreth 47.000 automjete, duke e bërë Kakavijën një nga pikat më të ngarkuara të hyrjedaljeve në vend. Pjesa më e madhe e udhëtarëve janë shtetas shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë pushimet verore pranë familjeve të tyre në vendlindje. Paralelisht, është regjistruar edhe një numër i konsiderueshëm qytetarësh që kanë udhëtuar drejt Greqisë për pushime apo vizita familjare. Për të përballuar fluksin e shtuar dhe për të shmangur krijimin e radhëve të gjata, autoritetet kufitare shqiptare dhe ato greke kanë bashkëpunuar ngushtë, duke shtuar sportelet në funksion dhe personelin në shërbim. Kjo ka bërë të mundur përpunimin më të shpejtë të dokumentacionit dhe lehtësimin e lëvizjes së udhëtarëve. Autoritetet parashikojnë që fluksi në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës të mbetet i lartë edhe gjatë muajit gusht, kur pritet kulmi i sezonit turistik dhe rikthimi i një numri edhe më të madh migrantësh për pushimet verore.